Kur thua mor piktor, e thua për të treguar që ke të drejtë, që mendon se nuk të duhet pasaporta europiane e Shqipërisë, me që sipas teje ne po ikim pa pasaporta, apo pasaporta europiane nuk duhet për të ikur, se për të ikur ikën edhe me këtë që kemi, ke drejt. Pasaporta europiane duhet për të fituar më në fund, dignitetin e qytetarit barabartë europian, dignitetin e udhëtarit europian, që nuk e nxjerrin anash në çdo hyrje të BE-s për ta pyetur me policë ku po shkon, dignitetin e studentit europian, që kudo ku studion në Europë gëzon të drejta të barabarta me studentët që janë lindur dhe rritur në atë vend të Europës, dignitetin e punëmarrësit europian, që kudo ku punon në Europë gëzon të drejta të barabarta me punëmarrësit e lindur dhe rritur në atë vend të Europës, dignitetin e njeriut lirë, e njeriut të barabartë, që gëzon çdo të drejtë europiane dhe çdo mundësi të ofruar nga rrjeti i solidaritetit evropian. Pak janë këto. Tani të përshmosh punën e tjetrit të shkollaj, po nuk të ndihmon të jetosh më mirë. Përkundrazi, gjyshja ime thoshte mlefi e zezat Zot. Ndërkohë që unë besoj se po të interesoshe pak më shumë për BE-n dhe për impaktin e hyrjes në BE mbi vendet dhe mbi qytetarët e popujve që kanë hyrë para nesh në atë familje, nuk do t'i bie kaq shkurt dhe as kaq sprapthi. Edhe krijimi i kushteve ende më të favorshme për të rinjt që të investojnë në Shqipëri siç kërkon ti, me hyrjen në BE bëhet më i lehtë se sa me qëndrimin jashtë BE-s. Ndërsa kush e lidh ikjen e njerëzve me qeverisjen tonë, ose është kundërshtar, flet brapsht që kapi që të kapi, ose është shumë i keq kuptuar. Dhe flet pastaj edhe mbrapsht që të ndihet i mirë kuptuar. Por këtë unë nuk e ndryshoj dot. Çka mund të ndryshoj dhe ndryshojmë është Shqipëria. Dhe këtë po e bëjmë për ditë e për ditë. Dhe prandaj Shqipëria sot nuk ka lidhje fare me atë që ishte. Me të meta, patjetër me të meta. Me gabime, s'ka asnjë dyshim, ama me zemër dhe përpjekje të pandalshme. Prandaj të ftoj në bashkohesh dhe ti dashur Kristi. Pavarësisht pengesave që sheh përpara, pavarësisht nëse dikush apo disa mund të prishin gjevin, për ta thënë kështu, dhe të bashkohesh jo për mua, por për veten, bashkohesh për Shqipërinë në BE. Ndaj voto 5-ën, Kristi, pas një pishman, fare, e vetmja gjë me vlerë që mund bësh tek kutia e votimit në 11 maj, është votosh mua dhe Partinë Socialiste. Ta përsëris përtej të gjitha vrejtjeve, kritikave, mos pëlqimeve legjitime që mund të kesh, sepse vetëm unë dhe Partia Socialiste së bashku me ty dhe së bashku me shumicën e shqiptarëve mund ta bëjmë këtë kapërcim epokal, historik për Shqipërinë dhe ta ulim Shqipërinë në tryezën e përbashkët familjes europiane si e barabartë mes barabartëve. Ëndër e vjetër dhe amanet po kaq i vjetër.